Për mua, ky ligj është shqetësues kur bëhet fjalë për moshën e adoleshencës dhe aty është reagimi im i parë, sepse sot kemi vendet e zhvilluara, Suedia, Finlanda, Anglia, po edhe vendet të tjera, të cilat për mbi 20 vite mund të kenë eksperiencë me terapitë hormonale dhe tashmë po shtyjnë moshën nga dëmet e shkaktuara, po themi që në adoleshencë, tani po shtyjnë dhe po shtyjnë 18 vjeç plus. Pra mbi 18 vjeç. Në një moshë edhe ne e quajmë adultëri, për të mos ndikuar në këtë moshë është adoleshencë dhe vetëm për ta thënë thjesht, në këtë moshën 14, 13, 15 vjeç, ne gjithmonë themi, dhe kjo është e vërtetuar, që vetë fëmijët nga organizmi i tyre kanë luhatje hormonale. Pra ky është një cikël normal. Dhe në qoftë se pastaj këtu ndërhyjmë dhe me hormonet të tjera ekstra, për arsye të pastabilitetit të tyre, dëmi është i pakëthyeshëm, i pakorrigjueshëm dhe pastaj ka treguar dhe fakte apo persona të caktuar të cilët i kanë rënë pishman në një moment caktuar të jetës tyre. Tani, qoftë se ne në Shqipëri duam të sjellim sot një ligj, një nismë e cila duhet të jetë për sa i përket trajtimit personave mbi 18 vjeç, dhe këtu e trajtoj vetëm në aspektin hormonal, kjo nuk kemi të bëjmë një situatë ku personave ju rrezikohet jeta, kanë dhimbje, pra sepse ne flasim që të mbulohen nga fondi i shtetit, ato shërbime që dhe nuk të mbulohen, po që do donim të mbuloheshin nga ato të ardhura që ne i japim për shtetin ton edhe të ketë të fondin publik. Nga kontributet e sigurimeve e tjerë me pra, e themi thjesht për gjithë një fondi publik të shkoj pikërisht për këta njerëz që kanë dhimbje, që kanë smundje terminale, fëmijë që po themi sot vuajnë onkologjik, dhe këtu të kemi ato kostot e rimbursueshme, ndërkohë, nëse bëhet fjalë për këto terapi të cilat janë për persona mbi 18 vjeç, ata janë adult mjaftueshëm, sigurisht duhet të ketë një standard, pra ata nuk mund të rrezikohet jeta, duhet të ketë një lloj protokolli që e garanton diçka tjetër. Vetvrasja për tentativa për vetvrasje është rrezikimi i jetës. Ashtu rrezikojnë të gjitha gratë që janë menopauzë ose gratë që lindin edhe askush nuk ja rimburson hormonet, domethënë, kështu që të lutem duhet rrinë e kam shumë të rëndësishme këtë, domethënë unë jam pro të drejtave të njerëzit, kur vjen puna te drejtat e fëmijëve nuk arrit dot negociojë asnjëherë. Nuk duhet të vëmë në gar problematikat. Prandaj po të them, mbi 18 vjeç secili nga ne ka të drejtë të bëjë çfarë të dojë me trupin e vet, dhe kur bëhet fjalë për diçka e cila sot masivisht dhe në aspekt studimore, është 0.3 deri 1% e popullsisë në gjithë botën, po themi ka, po kjo nuk e justifikon, sepse ne, nëse jemi zot shtëpie diku, kemi ca prioritete. Pra e nisim nga çatia, pastaj përfundojmë tek shkallët e pallatit, dhe kjo secili të ketë prioritetin e vet, po tek ky zëri i tër. Ta kthej edhe një herë tek fëmijët, e kam shumë të rëndësishme që ajo që është përmendur. Sepse është komentuar që mund të bëhen të tilla trajtime në 14 vjeç edhe. Dhe për mua kjo është shumë e rëndësishme për të specifikuar dhe ndoshta për të bërë një thirrje dhe për të thënë ju lutem, rimendojnë edhe një herë, mos i fusni fëmijët tanë në ngasje që për lojra edhe për ndoshta pa vëmendjen e një prindi i cili mund të jetë grup rreziku, të rrezikojmë dhe fëmijët tanë. Sepse është ndryshe një fëmijë i cili ka prind të informuar dhe është ndryshe një fëmijë i cili është vulnerabël për arsye të situatës së tij familjare. Ju besoj i pat disa pamje, një foto është bërë publike, virale thuhet tani në terma më modern, ku në demonstrimin e krenarisë të lëvizjes LGBT dhe çfarë ka më mbrapa, ishin të pranishëm edhe fëmijë fare të vegjël. Po, këtë e pash. Ata janë fëmijë që rriten me dy nëna. Dhe duhet jenë aty në atë protest? Këtu jemi në diskutim tjetër. Jo, po flasim tek fëmijët, tek psikologjia, tek luksi që tha zoti Sejko dhe tek reagimi shoqërisë. Bashkë kemi folur disa herë dhe këto janë tema që hanë shumë diskutim dhe pregin plak të thella të shoqërisë tonë. Në bindjen time, fëmijët kemi ne për detyrë t'i mbrojmë nga shumë çka. Kjo nuk do të thotë që ne kemi arritur t'i mbrojmë nga shumë çka deri më sot. Të paktën deri në moshën kur ata kanë kthjellësinë dhe forcën për të marrë vendime. Po të jetë për mua, fëmijët duhet të rriten deri në moshën 18 vjeç të pavarur nga çfarë do lloj ndikimi dytësor. Pse? Sepse fëmijët sido që të jetë do ndikohen nga kushtet sociale ku ata rriten. Dhe kjo është e vërtetueshme. Ka argumentime në vende të ndryshme për ta çuar deri në 20 vjeç moshën e. Ne ndikohemi pra që ne marrim ngjyrat, marrim nuancat, marrim çfarë do lloj gjëje nga realiteti ku jetojmë, këtë nuk e kundërshton as në një lloj teorie. Por nuk janë të shkëputura, Suelce, nëse ne themi që një fëmijë 14 vjeç mund t'i bëhet ndërhyrje hormonale. Jo, por nuk duhet t'i bëhet. Po pra, është hapur ky debat. Dhe nëse një fëmijë shumë të vogël se 14 vjeç e shohim në një lëvizje publike në qytet ku ne themi
është e paligjshme të përdoren fëmijët në lëvizje të tilla masive, qoftë edhe si imazh, jo me prezencën e tyre, atëherë jemi përballë një deformimi të madh të shoqërisë. Zonja Gjuli? Atëherë, arsyeja pse do